hika nga porti, se shumica u kthye, unë isha edhe me trup të imët edhe rëshkita nga porti, po. Ose më mirë më ndihmoi një karabinier që njerëzit e barit, domethënë populli i barit na priti shumë mirë. Ja, jashtëzakonisht shumë mirë. Edhe vetë karabinieri më tha që unë po bëj sikur po kthehem edhe ti hik, domethënë ishte një humanizëm seriozisht shumë që tani na mungon pak, me thënë drejtën. Dhe mbaj më që kur dola, më morën banorë që ishin aty, se normalisht ishte lajmi i ditës. Sa vjeç ishit ju atë? Po që se zgaboj 16 nuk. Po 16 vjeç para në 91 ishte si 13 vjeç tani, se tani janë më të shkatë dhe rinja, se ne ishim akoma thash, domethënë këtu ne ishte Bardezi. Dhe hanga një rozet, famoze rozet ajo që si bresh, domethënë paninja famoze, me mortadela e thjesht. Po domethënë ishte shije që neve nuk ishit provuar më parë. Absolutisht, po. Edhe aty më lindi dëshira të paktën për të ngrënë. Pastaj Okej. domethënë jo vetëm për të ngrënë për të mbijetuar, por për të ngrënë për ta shijuar.